Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Daniela dhe jam 35 vjeçe. Para disa muajsh jeta ime ka qenë shumë e zakonshme. Punonja në një zyrë kontabiliteti dhe ditët e mia kalonin pothuajse gjithmonë njësoj. Zgjohesha në mëngjes, shkoja në punë, pastaj kthehesha në shtëpi dhe ndonjëherë dilja për kafe me shoqet. Isha mësuar me këtë lloj rutine dhe në fakt më pëlqente stabiliteti që më jepte. Por gjithçka filloi të ndryshoj kur fillova të ndjej disa dhimbje të forta në bark. Në fillim mendova se ishte diçka kalimtare, ndoshta stres nga puna ose lodhje. Ka periudha kur njeriu nuk ndihet mirë dhe në fund ditës gjithçka kalon, por në rastin tim nuk kaloi. Dhimbjet vazhduan për disa javë dhe ndonjëherë bëheshin aq të forta sa më detyronin të ndaloja gjithçka që po bëja. Një pasdite vendosa të mos e shtyja më dhe shkova për një kontroll te mjeku. Pas disa analizave dhe ekzaminimeve, doktori më shpjegoi se kishte një problem të vogël që duhej zgjidhur me një ndërhyrje kirurgjikale. Nuk ishte një operacion shumë i madh, por gjithsesi ishte operacion. Dhe vetëm ideja e një salle operacioni më krijonte ankth. Unë nuk isha qenë kurrë më parë në një situatë të tillë. Nuk isha bërë asnjë operacion në jetën time dhe mendimi se do të futesha në sallën e operimit më dukej shumë i frikshëm. Ditët që pasuan ishin të mbushura me mendime. Sa më shumë afrohej dita e operimit, aq më shumë filloja të mendoja për gjithçka që mund të shkonte keq. Familja ime përpiqej të më qetësonte. Nëna ime më thoshte shpesh, mjekët e bëjnë këtë çdo ditë, për ta është një punë e zakonshme. Edhe shoqet e mia më thoshin të njëjtën gjë, por frika është një ndjenjë e çuditshme. Edhe kur e di se diçka është e sigurt, mendja gjen mënyrë për të krijuar dyshime. Mjeku që do të më operonte dukej shumë profesionist. Ishte një burr rreth të 50-tave me shumë përvojë dhe një mënyrë shumë të qetë të folurit. Kur më shpjegoi procedurën, ai foli me shumë qartësi. Operacioni është i thjeshtë. Do të zjarr rreth një orë dhe pas disa ditësh do të ndiheni shumë më mirë. Mënyra si ai fliste më dha qetësi. Megjithatë, nata para operacionit ishte momenti më i vështirë për mua. U shtrova në spital pasdite dhe më çuan në një dhomë të qetë. Dhoma ishte e pastër dhe shumë e rregullt. Në korridor dëgjoheshin her pas here hapat e infermierëve dhe tinguj të pajisjeve mjekësore. Kur erdhi mbrëmja dhe dritat u zbehën, qetësia e spitalit u bë edhe më e dukshme. Por unë nuk arrija të flija. Sa herë mbyllja syt imagjinoja sallën e operacionit, dritat e forta dhe njerëzit me maska rreth meje. Rreth mesnatës dëgjova disa hapa në korridor. Dera ime ishte paksa e hapur dhe zërat e 2 personave dëgjoheshin qartë. Njëri prej tyre ishte zëri i mjekut që do të më operonte. Ai po fliste me një infermiere. Në fillim po bisedonin për gjërat e zakonshme të spitalit. Pastaj doktori tha diçka që më bëri të dëgjoja me shumë vëmendje. Pacientët janë gjithmonë të friksuar natën para operacionit, tha ai. Infermierja u përgjigj. Pa sigurisht, shumica prej tyre nuk flen fare. Doktori qeshi lehtë dhe tha, prandaj është e rëndësishme të flasësh me qetësi. Nëse pacienti ndjen që mjeku është i sigurt, edhe ai qetësohet. Infermierja e pyeti, a lodheni ndonjëherë nga gjithë kjo përgjegjësi? Ai heshti për disa sekonda para se të përgjigjej. Çdo operacion është përgjegjësi, por kur e bën këtë punë për shumë vite, kupton se pacientët kanë nevojë jo vetëm për një mjek të mirë, por edhe për dikë që u jep besim. Ajo fjali më bëri të mendoj shumë. Deri në atë moment kisha menduar vetëm për frikën time, por nuk kisha menduar për njerëzit që punojnë çdo ditë në atë spital dhe për përgjegjësinë që mbajnë mbi supe. Pas asaj bisede ndjeva një qetësi që nuk e kisha ndjerë më parë atë mbrëmje.
Më në fund arrita të fle për disa orë. Të nesërme në mëngjes, infermierët erdhën për të më përgatitur për operacionin. Më çuan në sallën e operimit dhe dritat e forta më dukeshin të frikshme. Doktori erdhi pranë meje dhe më tha: "Gjithçka do të shkojë mirë, mos u shqetësoni." Kur dëgjova zërin e tij, më kujtua biseda që kisha dëgjuar natë më parë. Operacioni zgjati rreth 1 orë, ashtu siç ai kishte thënë. Kur u zgjova në dhomë pas operimit, ndihesha e lodhur por edhe e lehtësuar. Gjithçka kishte kaluar mirë. Disa ditë më vonë dola nga spitali dhe u ktheva në shtëpi për të rikuperuar. Tani kur mendoj për atë natë në spital, kuptoj se ndonjëherë frika jonë është më e madhe se vetë realiteti. Dhe ndonjëherë një bisedë thjesht që dëgjon rastësisht mund të jap qetësinë që të duhet për të përballuar një moment kaq të vështirë në jetë.